Bordi i Transparencës ka vendosur sërish ndryshimin e çmimeve të karburanteve në vend me një ulje të ndjeshme për naftën. Sipas vendimit të marrë më 18 prill 2026 që hyn në fuqi në orën 10:30, nafta gazoil do të tregtohet me 197 lekë për litër, nga 210 lekë që ishte më parë. Benzina do të shitet me 172 lekë për litër, ndërkohë për tregtin me shumicë, gazoili do të jetë jo më shumë se 185 lekë për litër dhe benzina jo më shumë se 160 lekë për litër. Vendimi do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të reflektohen ndryshimet e reja në treg. Autoritetet kanë paralajmëruar operatorët e tregtimit të karburanteve për zbatimin e rigoroz të këtij vendimi, duke theksuar se në rast shkeljesh do të ketë pezullim të aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë deklarojnë se synimi mbetet mbrojtja e konsumatorëve dhe garantimi i konkurrencës së ndershme në treg.